A do të vinë ndonjëherë ndonjë moment që të pendohen ata të cilët e çojnë kohën dëm? Padyshim që po. Unë do të përmend dy momente. Pari momenti i vdekjes. Ka përmendur Allahu i lartësuar në Kur'an. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Shpenzoni nga pasuria që ne u kemi dhënë, para se ndonjëri për ju të vi vdekja. Dhe thotë, pra të vinë në momenti i vdekjes, para se të jetë në agonitë e vdekjes, dhe pastaj thotë, Zoti im, sikur të më kishe dhënë afat, edhe pak, në mënyrë që unë t'jap sadaka. Më shtyje afatin e vdekjes dhe diçka, që unë t'jap sadaka, dhe t'jem për njerëzve të mirë, për atyre që kryejnë vepra të mira, për të heqë dorë nga gjunahet, të filloj të bëj vepra të mira, t'jap sadaka. Në momentin e vdekjes, në momentin kur vjen afati i vdekjes, i vjen exheli, i vjen meleku vdekjes, në momentin kur njeriu shikon melekun e vdekjes, kur i arrin shpirtin në gryp, edhe nëse pendohet nuk pranohet tauba. Në këtë moment bëhet peshman. Do të dëshironte që Allahu i lartësuar t'ia shtynte afatin e jetës, por nuk ka shtyrje të afatit të jetës kur i vjen njeriu në momenti i vdekjes. Ky është një moment që tregon se njeriu që ka neglizhuar, që ka lënë pas dore, që s'ka shpejtuar të bëj tauba, s'ka shpejtuar të bëj vepra të mira, të jap sadaka, të bëj mirë njerëzve, bëhet peshman. Momenti tjetër, në ditën e gjykimit, ata që kanë lënë pas dore detyrat e fesë, ata që kanë kryer gjuna dhe s'kan bërë tauba, ata që kanë qenë pa përgjegjshëm ndaj Allahut të lartësuar, që s'janë kujdesur për çështjen e të madhe të Zotit, se kemi detyrë ndaj Allahut subhanahu wa taala, do bëhen peshman dhe do të dëshirojnë që t'u jepet edhe një herë mundësia e kthimit në këtë botë. Lau anna li karratan fa akuna min al-muhsinin, sikur të më jepë mundësia për të kthyer edhe një herë në jetën e kësaj bote, që të jep për atyre që kryejnë vepra të mira, që e përsosin adhurimin për Allahun, dhe që u bëjnë mirë krijesave të Allahut të lartësuar. Dëshiron që të jetë për njerëzve të mirë, për atyre që bëjnë mirë, të kthehet edhe një herë në jetën e kësaj bote, po s'ka mundësi. Pra, është mundësi e madhe, jeta e kësaj bote do ta shfrytëzojmë, kohën do ta shfrytëzojmë, sepse njeriu në jetën e ahiret do dëshiroj që të kthehet. Pra ata që kanë neglizhuar do dëshirojnë që të kthehen. Ata që s'kan besuar do dëshirojnë që të kthehen në jetën e kësaj bote, po s'ka kthim më. Allahu subhanahu wa taala e ka përmendur në Kur'an dëshirën e tyre për të kthyer në jetën e kësaj bote. Por nuk u jepet mundësi që të kthehen më.